Ora çun xhaje, çe ke asi gjop, vlla. Unë më thon s'ke vllajin. Drejt më vlla, s'ke vllajin, do ta shkopi kush, drejt nuk o turp fare. Jo, Unë po them drejtën. Jo, mos e sjeni vetë ju kështu më. Deri ke praku derës, deri poshtë, nëse ke shkim pallat, lene sa më larg, këtu ke do buzi për salonet atje. Se s'ka pse tot. Sa kupto ça bëhet sot apo s'ke besim ke kjo që ke veç e shep 100 herë aty e shkon, au ka tha, s'u ka tha. A ka ndaj misa, s'ka ndaj mis. Po ç'a thua, por kam marrë punë këtu. Ç'u nuk e di ti? Tu ka marrë punë, tu ka marrë punë, nuk ka, nuk e di vetëm përveç familjes, gruas, fëmijëve, si besim tjetër. Motra, Një pyetje kam, jam shumë kurioz. Ju sa fëmijë keni? Pa hyrë në detaje. Unë kam 2. 2 fëmijë. Po imagjino ju po i thoni këtë të vlerësoj shumë për atë se çfarë po shprehni dhe ta them me bindje që nuk jeni vetë ju dhe kjo është pjesa më e madhe e Shqipërisë. Ju me vllajën tuaj po thoni që jo vetëm ju, por ka shumë raste. Po ju keni 2 fëmijë. Po ju duke ju ushqyer këtë lloj gjendje, situate që ju me vllajën tuaj. Po çka kanë gjë, s'ka na gjë sekret, po pse nuk e kupton fëmia? Po fëmia nesër. Po fëmia nuk e di se me vllajën e vet për shembull, vllaj me vllajën, 2 fëmijë tuaj. Po unë kam gocet shumë. Po gocet shumë. Jo, ta them vllave shumë. Po fëmia me çunën e xhajës vet, me çunën e vllajt tim. Kur sa afrohet ai, pse duhet të afrohet ky çuni im? Ora që 2 fëmijë tuaj, shumë djalë me vajzën, nesër pas tjetër nëse do nuk ka shans ato janë gjak. Gjaku mi plan nuk po jo, jemi gjak, po jo gjakët me fëmijën, po pse do pa më shumë vllajën e vet apo ty? Nuk po them në raport me ju, por fëmia me fëmijën, vllaj me motrën, po them ke 2 fëmijë tuaj, se këtë që po thoni ju, po e shoh si problem midis jush dhe vllajt tuaj. Kjo gjë mund të jetë nesër midis 2 fëmijëve tuaj me njëri tjetrin. Qofse unë shkoj mirë. Po ju ushqoni këtë gjë. Ti ushqet këtë gjë. Si ju thoni unë do ri indiferent, ai bëri gabim, po pse bëri gabim edhe unë do ri larg atij. Vit tulet ai pranë. A di se ushqet, kjo ushqet shumë, qofse unë shkoj mirë me nonën e atynve, me bashkëshortën time. Po. Ato do njëjën rrugën time. Qofse unë përdor dhunën, ashpërsinë, arburtri. Janë ato që kanë futur atë në shishe dhe përdorin si duhet. Ka dhe gratë, mirë mos u gjykojmë. Po kanë edhe burrat mirë që shkojnë mirë me vëllezërit kështu. Po mos i duket nuk i ka prek interesi. Po ti preki pak interesi, të hidhen fyt. Të para janë vëllezërit, të dytët janë gratë. Pse? Shopin burrë vet, kur thot burrë vet, a do të mirë i rast para 2 ditëve, kedi qeni, unë pi kafe atje. Ishte ullë ky me i shok, të shku me jeti u 2. Një zotri me i shok, bje ky u tha vllai, ky ishte me grunë. A i shkreti u kthy me grunë, e respektoj, i dha nga i kafe, që i si takon të vllajt, sa zbriti ke shkallët a ishte me grunë të ikte, faleminderit ta e për respekt, në fakt. Sa zbriti, tha ku është me tha ky burr, i thonë të vllajt tit. I thotë gruaja? Jo, i thonë të ky shoku, kështu po vllai im pranon, e pra se pa kujt i kape rakin, tha. Si është ai? Po ma kjo mut. Çfarë thua? Kjo është mut. Ai paguajti kafe rakin dhe qerasi, begenizi e gjitha, i thotë kjo është mut. Po kjo mut o vlla, tha, kja e rrep gruaja, tha. Kështu di çfarë bëhet sot? Pa se njipja aty një gjove larg aty. Po ja thot dikujt tjetër që se njifte fare, për vllajën e vet, për gjakun e vet. Po të 2 shok tash aty, a vion jo vllai jo tash ti je me këtë. Unë paguajnë ai kafe, se ju gjetën lokal. Kush është ky më thon? Ora pa ik akoma ke shkallët. Pa ik në shkallët, kush është ky? Mos them dhabet. E qartë. Varja më tha, vllai bash do të rrep gruaja. Po çka ka qenë dikur më parë? Çka ka qenë që ka marrë kaq fort lidhur familje shqiptare? Kur kanë ndër? Më para, kur ka filluar ju thotë me demokracinë, ka filluar për shkë gjë. Nuk më ka marrë kjo më për unitetin një rat parë. Ekonomia që ka qenë me fjalë e pavarme valla se ti punoja, unë punoja, sot janë të varë, puno burri, puno gruaja, puno burri. Çfarë këtu lindin debatet, çfarë? A të rregullohet ndonjëherë kjo? As për 500 vjet jo. Jo, Jo, duhet vjedhë herë turku ndoshta apo? Ora më keq do shkoj. Duhet vjedhë herë turku që ta sjellë vetë gjë? Ti je shumë ironi, po unë po them që edhe përshnes ti është mirë, edhe 500 vjet nuk bëhet ky vend më, nuk bëhet ky vend, më keq do shkoj. Ne trajtojmë pak nga ana sociale, s'po hym pastaj nga ana politike, nga ekonomike. Po sociale ka të bëjë me psikologjinë, me shërat e shamë. Kjo pra sociale, se shkoj shpite shqiti, po ta gjeshi i të nxere me mish aty e byrek e baklava nuk bëzov të i gjuhë. Pse e ke gjithë gati, ka arbi punë për ke gjithë gati. Po kur nuk e gjithë aty ti e pare qikturinën. Mive kjo quhet
Herë varet sot, herë i thyj llafe nesër, herë pas nesër. Kjo aty që është puna, ekonomia, vëllë e trashët. Ekonomia është e para. Masa ne vim të tjerë. Po. Faktor kryesor, ekonomia. Po, ekonomia edhe kjo për divorcet, mos për këto problemet familjare që ndahen, kanë ndarje shumë. Por divorcet, 10%. Por divorcet nëse ne hynë dhe kjo me tradhtia. Tradhtia se s'ka që boj, kur burri shko, shkami ka 2 lekë në qep, për 15 vjeç, 20 vjeç shkoja put në kazino gjithë natën, nesër ka 2 kalamajt pa buk, ka 2 pa buk, që të bëjt të 5 shërë, që të bëjt ajo, do të bëjt televizit, që të bëjt televizit, atë Ka koma njerëz që shkojnë në kazino, a? Ja, ato 2 qerat, atje shkojnë direkt. Atje shkojnë, Po. Se shkojnë edhe mosh e re? Po deri në 18 vjeç pa më dha. Se diti 18 vjeç, deri 90 vjeç. Kemi pa më burrin, kazino s'ka burnone që s'ka ju gjithë kanë hyrë nga herë. Po ta kom vllave që ka dhe 90 vjeç, 70 vjeç. Që shkojnë atje, 80 vjeç, 90 vjeç. Po me zi ecën, po mund të jenë dhe turista, mund të jenë të kështu. Po kam edhe shqiptar. Po zhvillimi i Shqipërisë si duket kjo? Pra që ka marrë Kjo është për mirë, kjo ka më për mirë, me thonë drejt, ky ka bë punë me Tirana. Ka bë punë dhe Shqipëria. A do shpallet mret, për shembull se mori mandatin e 4. Mret, me ato mandate që ka marrë ai 83 është çiki frikshëm. Është i frikshëm, ka. Patjetër, ato 4 mandate do të kthej kushtetutën e kthej nga e para A thua e bën, po ky thuat e? Po nuk ka për ta lënë. Kush ka për ta lënë? S'ka për ta lënë. To thujet, ë? Po thujet mund ta përkrajnë ja 2-3 nga ana vetë, se do të rrotojnë ato të vetët thuaj? Të merren për mrena? Merren për mrena. Me janë zogja ato, ato janë zogja burë, ato në lepra, shqyqyr që mora mandat. Nuk e peti që po, ishin ato 2 gratë, Gjyla Meti me ato gjatskën ato që... U kapën njëna tjetër, po e mjullë e ky. E mjullë e ky me se, unë du për të në times, unë ty të kom shok. Unë du që tjetë si e mira. Prapë edhe shokun deri mi farcaku, jo deri dera shtëpisë. Deri ke rruga me ke rruga, ku e ke shpinë ti këtu ke sanati, deri ka mund të stari se ti ke partizonin, ke ushtari pa njoh, që do më, pse kam klasë o lasë, lëllë, që ta në ligë, lëllë magjie, gjona, kush e bërë, e rrivet. Magji, se e cekë pak më pak, ka magji që bëjnë njërës, bëjnë magji? A kupto të gjithë ta, kur ta ka bëjë njëri u shpijës tate, Ti ke kuptu për shumë, ke pas një rasi? 5 raste, 6 raste. 5 raste? Po. Po si e ke bo? Nuk ka, ajo vjej ditë del. Del, ë? Po, hiqet e plaçke, shko shpite për shumë, mund të ke i bluzë se ke veç ke 2-3 vjetë. E kërkon, nuk e gje, ajo fut në ronzë atë. Ty e ke lënë këtu atë. E pas lënë këtu për shumë, ke divani, ajo ka shku, ka fut poshtë 2 shekull. Ku që fut jetë? Po mund të kisha harru ti për atë bluzën? Jo, po s'ke, se ti e mamen, po ta ke shlon dje do shusht ta morësh më. Po, e çka ka bëu bluzja për shemb, si bëhet magjia aty? Po ka hy tjetër shtëpi aty. Ka hy tjetër. Po ka hy tjetër. Prandaj thonë ju që nuk do ta fusësh shtëpisë, po jo mos ke, po s'fut njëri herë. Ore thuj sa duhet, s'fut njëri herë. S'fut njerëz shtëpi, se bën lën rroba, gjona, leshe, thonje, gjona kështu, patkalje. Po thot thonje, bristje e qime. Qime? Ta shi qime, edhe qime plogë, vëllam, se qime. Po vetë ju i keni shkatru vetë o magjit, apo keni gjetë në i robë? Pra, si është zgjidhje? Magjia ekziston, unë e kom në kuris. Po më burë, e kom kuris, jërë për 4-5 herë. Edhe ka nga njerëzit në tapërt. Përveç fëmijëve të mi. Si ke zbulu që të ka bo dikush, o? Si ke arritë, se okej, ja, gjete bluzën. Po ku e diti që të ka sillet filane, si X-it? Po kush futët, më shpi 100 futi. Ke bo logariti. Po ja ke fut 5 veta për shemë. As një bot, po. Aty s'fyn të njeri. Po në qofë se nuk fut as një, të filloj dyshosh ke gruja e kalamajt pëse. Ja, po s'ke aty, po s'fut e njeri nuk bot, jo. Që kalamajt s'kan një interes ta bëjnë. Si ta bëjnë kalamajt? Nuk duhet prish me kalamajt, nuk prish kalamajt me babën, me nonën, ta pusin tjerë. Edhe sot që ka përplasje midis. Po ka përplasje, me se kanë hyrë nga tresë, kanë tjetër gjë. Kanë hyrë nga tjetër gjë, ka putë, po ka putë ai pjesë tek ai gjë aty, kështu magjie mollë sa Allah. Kështu vllai, kështu. Falenderoj shumë për kohën dhe për mendimet. Që ke nona ku je? Përshëndes. Ke pisku në YouTube. Respekt për YouTube. Kesh mirë, zoti drejt.